zëri vinit, të gjithëve na dinë për maktet tona kur festote golin e Olizes, atë golin e fundit me Realin. Po mua që kujtohet Acerbi. Acerbi. Game over. Te game over ti. O, nuk ka tifoz të Interi që nuk më ka sharë. Cili lojtar mund të bëjë diferencën në finale? Po ta dija, do vi vija shpinë. Në fakt nuk e di. Ç'drejçi është kjo finale Champions League 6. Të lutem shumë, ç'është finale me drejt dielli. Milani hodhi në erë një projekt që Maldini e konfirmoi. Fitove kampionatin më. Dhe marrim rasti fundit trajneri i ri është Maran. Ka ardhur koha që 5-6 lojtarë të kombëtarës hapin krahun. Miq të Under Sport, jemi në javën e madhe, për ata që ndjekin futbollin evropian, java e finalit së Champions League. Matho ka ardhur si një tifoz i Parisit me që Reali nuk e ka më këtë garë. As ti s'e ke Barcelonën, çka ke? As tifoz i Arsenalit me kuqe. Jo, unë me bluzët kuqe, nuk ka lidhje. Ti edhe për kombëtare. S'ke Barcelonën, për kombëtare. Për misionet e qershorit. Që ka ndeshje për një javë nga tani. Je shumë i saktë, kjo është java e Championsit, por është dhe java që mbyllën kampionatet elitare në Europë. Barcelona do të u shpall kampion, por kryefjala më e madhe. Perla më e madhe, mirë, mori trofeun. Perla më e madhe ishte në Serie A, aty ku Milani dhe Juventusi përfunduan jashtë Champions League-s. Dhe ky përfundim jashtë solli dhe largimin e Tares nga drejtor sportiv, iku dhe Allegri, pra Milani do bëhet prapë nga e para grop dhe këtë sezon. Si çdo vit Milani bëhet nga e para, si çdo vit. Megjithatë, flasim për Championsin e për gjitha me të ftuarin ton, që do e prezantosh ti. Do ta prezantoj unë sepse është lushnjare dhe i takon ta prezantoj një tjetër. Ata pasohet ta bësh gol. Ervisina, përshëndetje. Përshëndetje, Spari ju kërkoj shumë ndjes që në 2-3 raste të tjera për shkak të angazhimeve familjare nuk kam mundur të vi, po më mirë se sa kaq nuk bëhet. Ka ardhur javë e duhur. Eksaktësisht përpara atmosferës. Ndonjëherë ca gjëra shtyhen për të ardhur te momenti më i mirë. Shumë kënaqësi çuna që jam me ju. Shumë interesante edhe interaktiviteti mes ju të dyve, kështu që faleminderit. Shpresoj që të jem dhe unë komplementar me ju. Tani nisëm direkt, duke na thënë pak si ndihet java finale e madhe së Champions League-s. Shiko, po Champions është e kota, trumbetojmë më shumë se sa është vetë emri. Me thënë të drejtën është një kompeticion unik, jashtëzakonisht i marketuar, spektakolar, emocionues. Në aspektin sportiv është i pakrahasueshëm, për mendimin tim, në mënyrë absolute. Pastaj secili ka qaset e tij, po Champions është vërtet i pakrahasueshëm, vetë atmosfera e Championsit, fakti që luajnë skuadrat më të mira të Evropës, natyrisht mund të ketë humbur pak nga elementi i dikushëm ku dekada më parë hynin vetëm skuadrat fituese të kampionateve, tani për shkak të faktit që hyn më shumë skuadra nga masivizimet, eksakt. Natyrisht mund ta ketë humbur pak elementin cilësor në vetvete. Megjithatë, fundi edhe ky masivitet edhe përfaqësimi më i madh ka vetëm ka elementin e vet, kështu që sa i takon javës Champions, unë që për më tepër jam involvuar edhe sa i takon pjesës komentit, natyrisht që kam një ndjeshmëri edhe më të lartë, përgatitet bëjnë të vetën, emocioni i finales është i natyrshëm, shumë i natyrshëm, megjithëse nuk e komentoj nga Budapesti, mbetet sidoqoftë një interes i jashtëzakonshëm edhe në planin personal që gjërat sa i takon kësaj jave të shkojnë ashtu si duhet edhe në planin e përgatitjeve për komentet dhe për emisionin. Teksa po fliste, më kujtua që zëri vinit të gjithëve na dinë për maktet tona, më dilte kur festote golin e Olizes, atë golin e fundit me Realin, dhe më kujtua kur fliste prapë tani është zëri makteve të mia vin. Shiko, mua më shkthyer makt kjo puna e golave, di pse? Se një tifoz i Bayernit thot, po tifoz i Realit më? Një tifoz i Realit thot, po ç'bën tifoz me Bayernin më? Një tjetër thot, po pse bën tifoz me Parisin? Jo ti je mirë, po mua që kujtohet Acerbi. Acerbi. Ora mi lumtur aty. Po thaj, po pse vërtet ka kështu për Acerbi thënë vetë. Ndërkohë, vetëm pak minuta më parë, të gjithëve tifozëve të Interit ju kujtohet game over. Te game over ti. O, nuk ka tifoz të Interit që nuk më ka sharë. Nuk ka tifoz të Interit që nuk më ka sharë. Ha mo ti game overit. Se ka qenë ishte minuta e 87, edhe ndonjëherë edhe komenti për shkak edhe dinamikës, ajo ka qenë ndeshje vërtet unike. Unë e komentova edhe me ju këtë ndeshje pak përpara se të fillonin, në fakt. Si dy nga ndeshjet së bashku me Real Bayern, dy nga ndeshjet me intensitetin më të lartë dhe më të përjetuara në aspektin personal në koment nga ana ime. Ka qenë minuta 87, Barcelona shnoi golin e dytë, 3-2 për Barcelona dhe unë e konsiderova ndeshjet të mbyllur, me thënë të drejtën, ashtu se erdhën. Ashtu e menduam të gjithë. Edhe për shkak se Barcelona në fakt pati një 30 minutash të jashtëzakonshëm. Dominoi fare. Edhe ndodh në atë moment që edhe për shkak të dinamikës, intensitetit, është shumë e vështirë që komunikimi në ndeshje të tilla me publikun të jetë
në perfekcion. Ne jemi njerëzor, bëjmë dhe gabime edhe për shkak të intensitetit dhe në një moment të sipër unë them game over. Game over. Në atë moment, pas përfundimit të ndeshjes, nuk e ke iden, lumin e sharjeve, të ironive, unë përgjithsisht kam fituar imunitet, me thënë të drejtën. Dikur isha shumë i ndjeshëm nga komentet e sportazhëve, e tifozëve në rrjetet sociale, tani i marr me më shumë sportivitet. I marr me më shumë sportivitet edhe për një element. Në vetvete e di që përpiqem të transmetoj thellë në publik të gjithë ato që ndjej dhe nuk kam kurrësi dashakejsi kundër një apo një skuadre tjetër. Imagjinoni, e përmenda game over në minutë 87. Dikush mban mend nga krau tjetër atë që kanë bërë për Açerbi. Gati u çmonda fare në Açerbi. Fare me këtë tifoz. Kështu që në këtë kontekst i mirëkuptoj të gjithë tifozët. Vazhdoni nxjerrni dufin, nuk ka asnjë lloj problemi. Unë do të vazhdoj të jem pasionant në koment me shpresën që kur të reflektoni, mbasi duke dalë nati, do të thoni që okay, shijova një ndeshje plot pasion. Kemi një finale Paris Saint-Germain Arsenal. Finale duket e bukur, duket e balancuar deri diku, se dy ekipet kanë bërë mirë kampionatet e tyre. Arsenali më tepër që ishte një surprizë të Angli, që është kampionati më i fortë konsiderohet. Si e sheh këtë finale? Si vijnë ekipet? Në këtë moment unë mendoj që Parisi është më mirë se sa Arsenali. Pra në planin e përgjithshëm, në gjykimin e përgjithshëm unë mendoj që kemi një çift që për momentin nëse do ta ndajmë në përqindje, megjithëse futbolli nuk është asnjëherë i tillë i gjykuar nga shifrat, nga përqindjet, nga statistikat por mendoj që nëse do të ndanin në përqindje për dëshirë edhe të tifozëve që do donin të dëgjonin se kush është favorit në gjykimin tim, kanë të shumtë ata që edhe më shkruajnë për të vërtetës, dikujt i them, shiko, po ta dija do vi vija shtëpinë. Në fakt nuk e di. Megjithatë, do ja vendosje online. Për te që jemi korrekt, po edhe të shmangim këto konfliktet ligjore. Edhe të vështon mbrapsht. Po, jo, nëse do ta gjykoja në përqindje, do thoja që për momentin Parisi është 60-40 raport me Arsenalin. Pra Arsenali është një skuadër që nëse do të ishte në pjesën e parë të edicionit do ta konsideroja në mënyrë absolute kokë në kokë me Parisin, po nuk është Arsenali i pjesës së parë të edicionit. Unë për vete kisha parashikuar në finale, në emisione të ndryshme në emisione kisha parashikuar finalen Bayern Arsenal. Është Paris Arsenal, nuk është se kam gabuar shumë fakt se në gjysmëfinale ishte një gjysmëfinale totalisht e hapur dhe mund të shkonte gjithçka aty për aty. Megjithatë mendoj që do të jetë një finale e balancuar deri diku. Nuk shoh favorit më dhënë në cila mendoj që do të pika kyçe finale. Cili lojtar mund të bëjë diferencën te finale? Për të dy ekipet. E shoh Parisin më të pjekur. Gjithmonë mbajnë mend fituesin. Po Parisi është një skuadër e cila ka 8 vite që shkon në çerkfinale, gjysmëfinale, finale. Apo jo? Po. Dhe kjo është shumë domethënëse. Nuk është, por ka një periudhë kur ata harxuan miliona dollar për të dalë deri në çerkfinale që ishte dështim për legën që kishin. Po pra. Po këtë gjë e bëri dhe City. Është qartë. Apo jo? Po këtë gjë e bëri dhe Chelsea. Se ne i harrojmë. E bën Reali? Po e ka bërë Reali. Ja, po këto janë ato profesorët. Dakor pra. Prandaj thash ne i kemi etiketuar këto si klubet e sheikëve që harxhonin para pa fund. Po klub rus ishte deri pa kohë më parë dhe Chelsea, mos flasim për klubin amerikan të BOE që ka harxuar, nuk e di, domethënë çmendurira, shifra të jashtëzakonshme. Kështu që në këtë kontekst unë do të thoja që Chelsea suksesit i Parisit në vitet e fundit ka qenë Luis Enrique. Por mua absolutisht një trajner strateg. I tregoi rrugën Mbappés. I tha, je një lojtar me shumë kvalitet, je një nga futbollistët më të mirë në botë, por unë preferoj lojtarë të cilët luajnë sipas qasjeve të mia. Largoi ose më saktë erdhi ditë për të larguar Neymarit, Messit, para që tresha më e famshme e momentit, ë? Nuk dua ta harrojmë këtë. Messi, Neymar, Mbappé. Dhe sot çfarë ka bërë? Ky është kualiteti i një trajneri. Mori rigjeneroi nga Barcelona një lojtar si Dembele që nuk i përgjigjej më futbollit të niveleve të larta. Një lojtar i degraduar tek Barcelona. E kujtoni skenën me Liverpoolit? Barcelona-Liverpool, humbi një rast flagrant. Për të cilin u akuzua pastaj sepse Liverpooli ktheu ndeshjen në fushën e vet. Më tepër te Barcelona, që tha ky nuk bën për ekipin dhe shkoi fitet të penalti. Sot nuk e harroj, kam qenë në disa raste në Kopmen në fakt, por në mënyrë të veçantë në ndeshjen e fundit, domethënë jam shastisur nga mënyra se si ai shkonte sulmonte zonat. Absolutisht jashtëzakonshëm, sepse ne mund ta gjykojmë për një rast që humbi ndaj Bayernit në Paris, një rast flagrant. Harrojmë që bëri 2 gola. Harrojmë që ishte intensiv gjithkohën.
Harrojmë që ushtronte presion ndaj mbrojtësve dhe portierit Bayernit gjithkohën. Po është një lojtar i transformuar. Po mori një due, një lojtar praktikisht të panjohur dhe ktheu një nga lojtarët më të mirë në botë. Mori Vitinjën, që askujt nuk ja mushte mendja, pra që ishte regjizori më i mirë në Europë dhe në botë dhe e ktheu një nga pikat kyçe të skuadrës. A është sot Vitinja një nga më të mirët në botë rolin e tij? Pa diskutim. Është pra. Është ndër pika se Portugalia është gati. E prisni ju që Nuno Mendes do të ishte një nga më të mirët në botë rolin e tij? Kur në botë? Është në sajtë Luis Enriquez pra. E prisni ju që Fabian Ruiz, nga i lojtarë që nuk po jo nuk po përdore, po nuk kishte, po themi, fokusin kryesor tek Napoli, të ishte një nga më të mirët në botë në rolin e tij tek Parisi? E pristin ju që edhe lojtarë që sot duken pa njohur, po unë kur i pash në finale në afër në Myni vitin e kaluar pata shansin të isha në finale në Myni, në fitoren e thellë të Parisit. Po këto djem, me thënë drejt unë mrekullova nga Majulu. Ai që u fut fushën e lojës në fund, që shnoi gol. Po është merita e Luis Enriquez. Që ishte po. Po është i djalosh i ri Mbaye që bëri gol edhe në kampionat përpara disa ditësh. Po ky trajner ka krijuar një ansambël vërtet jashtëzakonshëm. Një ansambël që lidhet mes eksperiencës dhe talentit. Dhe çfarë është më e rëndësishmja? Disiplinës. E tregoi për herë të fundit me Donnarumën. Donnarumma vjet ka qenë lojtari që për mua i ka dhënë Championsin në Paris. Me pritje vendimtare ndaj Aston Villës. E kujtoni besoj. Çfarë hoqi Parisin në ndeshjen e dytë në Villa Park në Birmingham, apo jo? Disa pritje të mrekullueshme, edhe ndaj Arsenalit, edhe ndaj Liverpoolit, edhe ndaj Aston Villës. Erdhi Vera, i tregoi rrugën. Pse? Sepse kishte probleme me të. Dhe preferoi më mirë një portier si Chevalier që pastaj u dëmtua dhe tani po luan me Safonovin. Pra, preferoi të rrezikonte duke hequr më të mirin në botë të momentit dhe duke marrë një të panjohur praktikisht, vetëm për të ruajtur grupin, vetëm për të ruajtur ato qasje që ai kishte ndaj skuadrës. Kjo është forca e një trajneri, në mënyrë absolute. Ndërkohë që tek Arsenali, e vetmja gjë që unë e shoh si element pozitiv në këtë moment skuadrës së Arsenalit, në raport me Parisin, pra e shoh si element shtes plus që mund t'i japi pik në raport me Parisin në finalen e Budapestit, shoh entuziazmin. Në rast se nuk do të kishin marrë UEFA Champions, në rast se nuk do të kishin marrë ndjes kampionatin, mendoj që do të ishte një ndikim në aspektin psikologjik. Tani ata janë në kulmin e entuziazmit. E vërtet. Unë në finale kam qenë me Ernest Koçin, e Report TV, kolegun tonë, cilin e përshëndesim po. U fik. S'është dhe me Inter, ne. U fik. Qa bërë më nësë? Do më thënë, kishin bërë kaq shumë kilometra për të parë një finale dinamike, dhe unë e mendoja që do t'ishte ashtu, shpresoja që Interi t'ishte rivalizues për të vërtetës, ashtu si kishte ardhur, sepse bërin 2 ndeshje shumë të mira ndaj Barcelonës. Nuk e prisja kur që ajo finale të mbaronte brenda 5 minutash. Dhe Ernestin që kthehej nga unë dhe ishte bërë ujë në djerës, dy i verdh. Unë që kisha këtë fytyrën gati me një nënqeshje kështu të anti interist në atë moment, për Ernestin, më shumë për jo se kështu. Për raportisor, po. Jo, për i vërtetës isha tifoz me italianët, sepse nga natyra jam tifoz italian dhe pavarësisht se bëj tifo për Milanin, atë natë shpresoja që Interi ta luante deri në fund. Realisht e them këtë, ta luante deri në fund vetëm për shkak se jam tifoz italian. Domethënë, kisha një ndjesi që skuadra italiane përmes një Championsi mund të jepnin vetes një hap më shumë në këtë moment shumë të dobët. Vini na tha që është tifoz i Milanit. Tani vitin tjetër do komentosh Europa Ligën apo do rishte Champions pa Milanin. Të merri vërtet. Urime një kualifikimin e Europa Ligës. Ajo me Kaler nuk bë. Faleminderit shumë që merrni pjesë në hidhërimin tonë. Çfarë ndodhi? Çpati Milani nuk bëja me Kaler. Edhe Juvja, po më që kemi ti me Milanin. Çpati. Pa Milani humbi javë fundit, Juve deri diku e dinte pak që nuk kishte aty. Tani do të bëhemi serioz? Sikur se jemi në gjithkohë. Du ta qash hallin maksimum tani. Çfarë pati? Çfarë ndodhi? Iku dhe Tar, iku dhe Allegri tani. Për hir të vërtetës nuk di se çfarë emri t'i vë kësaj situate tek Milani. Në fakt i gjithë futbolli italian është duke kaluar një moment shumë të vështirë. Përjashtimin e bën Interi që në vitet e fundit ka shkuar 2 herë në finalen e UEFA Champions League. Por këtë ishte dobët edhe në Champions League. Por kjo është vërtet. Po jo, ata mund të justifikohen. Interi ka të drejtën të justifikohet sepse në fundit ka shkuar 2 herë në finale. Dhe nuk është pak të shkosh në finalen e UEFA Champions League. Edhe në Itali ka qenë ekipi më i mirë 3-4 vitet e fundit. Në vitet e fundit ke Interi rini dhe ka pasur stabilitet në kampionatin italian, kështu që ka fituar 9 trofe
në 6 vitet e fundit dhe nuk ke fare se çfarë ti thuash kur vjen puna tek statistikat. Çfarë thënë Milani? Milani pastaj është një rrëmuj e vërtet në nivel drejtues. Domethënë, unë vazhdoj të jemi bindur që amerikanët dhe në mënyrë të veçantë këto fondet e kanë në mënyrë absolute biznes dhe nuk kanë lidhje fare me pasionin e dikurshëm të familjeve të mëdha, Agnelli, Berlusconi, Moratti. Në mënyrë absolute jo. Në rast se ka sot një shqetësim madhor në futbollin italian është menaxhimi i klubeve të cilat u gjetën në vështirësi të mëdha financiare për një shumë arsye, Interi, Milani etj. Menaxhimi nga këto lloj fondesh, në mënyrë të veçantë ky Milani që është tipik fondi që kur gjen hapësira për të blerë klube, kërkon të rigjeneroj, të maksimalizoj ofertën financiare dhe të shes. Kjo nuk është ajo që duan tifozët e Milanit. Milanit, tifozëve të Milanit nuk i intereson fare apo fare se çfarë interesi financiar dhe biznesi ka kardinale. Fare, në mënyrë absolute. Më gjeni sot një njeri me cilin Milani identifikohet në krye të klubit. Ma gjeni një. Grop fare. Ma gjeni një. Në rast se do më gjeni një drejtues të lartë Milanit sot, me cilën identifikohen tifozët kuqezi, unë tërhiqem dhe nuk e vazhdoj më këtë bisedë. Nuk ka absolutisht asnjë. Pse mori formë Milani në kohën e Paolo Maldini? Pse mori formë? Mori formë sepse është milanizmi brenda. Nuk mund fitosh tek Milani pa pasur brenda vetes milanizëm. Kush e ka? E ka Scaroni, e ka Cardinale, e ka Moncada, e ka Furlani, e ka Tare. Po nuk e ka pra, as Tare. Flasim realitetin. Ose do të jetë dikush është brenda ekipit. Na ka bërë krenar në Itali sepse për mua në nivelet që ishte Lazio ka bërë një punë shumë të mirë. Domethënë, por Tare tani nuk mundet të identifikohet me Milanin. Ky është gjykimi im, Po, shumë dakord. Domethënë, aty gjen edhe personazhe të tjerë janë lënë hije. Baresi pati probleme shëndetësore. Masaro është periferik. Nuk e as Albertinin të afruar, që është personazh, dhe është personazh karizmatik, është njëri profil publik. Nuk e as Kosta Kurtën, që shumë tifozë e shajnë për shkak të qëndrimeve që ka në truezat të Simotra tonat në Itali, por ai qasjen e tij ka pasur për mënyrën se si është ndërtuar Milani. Nuk besoj që një njeri që ka luajtur gjithë jetën tek Milani i do të keqen klubit. Dhe ne ja duam mirën, ai ja do të keqen. Maldini gjithashtu i hedhur tej. Milani hodhi në erë një projekt që Maldini e konfirmoi. Fitove kampionatin më. Apo jo? Po. Vitin tjetër shkova në gjysmëfinalen e Champions League-s. E shumë e thënë kjo? Për çfarë u largua Maldini? Emblema e Milanit. Mendimi im është që Milani sot nuk ka më identitet. Dhe nëse Milani do vazhdoj me këtë qasjen menaxheriale të amerikanëve, mendoj që keq më keq ka për të shkuar. Mbajini mend, në rast se këta, e vetmja e mirë që mund t'i bëjnë fondi amerikan Milanit është t'i gjejnë një blerës mirë nga bota arabe mundësisht. Ervin, bërë përshtypje që ideja jote për futbollin i ka ca bazë të tipit që thua një ekip duhet të ketë legjendë të përbërë që ndjen fanellën. Patjetër. Kemi një rast të kombëtare shqiptare, ku ne nuk kemi një trajner shqiptar prej vitesh. Dhe marrim rasti i fundit, trajneri i ri është Maran. Civil nuk e ka shumë të pasur, më thënë drejtën. Duke si një problem, shumë opinionistë kanë parë si një problem që ka vite që nuk trajnon. Jam dakord, po duke është treguar i zgjuar. Sepse personazhet e kombëtares përgjithsisht është përpjekur t'i afroj. O qofsha unë i gabuar. Që ti mbaj afër kombëtarës. Do të thënë, ti krijoj personazhe këtu thotë ti? Jo, emrat e rëndësishëm është deri diku i ka arritur ti mbaj afër. Rasti Salihi, Bulgu. Për te pozicione, pra Salihi, Bulgu, po Sulde Mollarin, Federat, po Ilir Shurko, ku dëgjoj unë po them, ë? Po këta që i mban afër i bie figura më. Jo, s'më kuptova. Kisha në aspektin që dakord jam aty. Ne gjë themi, filloi klip. Elementi negativ në këtë rast është që duke qenë se ka zgjatur tej mase shumë mandatet e Dukës dhe ne nuk e identifikojmë dot asnjë gjë tjetër në federat për posti. Po në fakt Flori bëri pyetjen e lidhur me trajnerët, më shumë se sa me personazhet që janë në federat. Në federata është përpjekur ti mbaj afër, ti integroj her pas here edhe ekipet kombëtare. Me atë rotacionin e famshëm, një vit një herë, një vit tjetër, një vit një herë, një vit tjetër. Nuk e mbajtur çik me Terezi të gjithë, në qartë thënë të drejtën. Kurse sa i takon trajningut pasaj, kjo është relative. Tu pasaj unë nuk jam shumë dakord. Sepse jo detyrimisht të qenë një emblem me futbollit shqiptar të bën do e mos trajner të kombëtarës. Në rastin konkret, unë me thënë të drejtën, kam qenë një person që nuk e kam parë detyrimisht të lidhur profilin e trajnerit kombëtarës me një trajner të kombëtarës shqiptare. Ama kur ti merr profile nga jashtë
jo të larta dhe profile të cilat nuk është se në publik t'japin entuziazëm ose ndjesin që tipo godet, po jo dhe me Silvinho më kështu ishte. Pavarësisht se ti i shkoi shumë mirë në kombëtarën shqiptare të futbollit. Por vërteta është kishte të paktën CV-n e lojtarit të mirë. Dakord. Edhe dy stërnende kombëtar. Po rrezik ishte. Patjetër, sepse ishte shkarkuar nga Korinthios për pak muaj dhe ishte shkarkuar edhe nga Lioni për pak muaj. Jam dakord. Apo jo? Por në kohën që duhet dila këtu, më lër vetëm ta mbaroj. Jepi. Duke mos marr profile shumë të larta, unë mendoj që pse jo një trajner. Po, dakord. Tani, pse jo një trajner shqiptar? Po, okay, dakord. Unë për shembull kam qenë gjithmonë që Besnik Hasit t'i jepej mundësia. Ndër emrat shqiptar me profilin më të mirë edhe në nivel ndërkombëtar, sepse ngërçi më i madh që në diskutimin publik sportiv në vendin tonë ky është, pra vërtetën do marrim Ilir Dajën, Mirel Losën, këtë doni ju marrim. Po a justifikojnë po themi postin për shkak të faktit që nuk kanë trajnuar kombëtar jashtë trojeve tona? Vetëm ky ka qenë ngërçi. Unë nuk e shija në një problem shumë të madh, por vërtetës se i vlerësoj, sidomos Ilir Dajën e njoh që nga koha kur kam qenë korrespondent i Elbasanit tek Panorama Sport në 2005-2006, ai merrte një skuadër që i ndjerit Bushati e kishte konsoliduar, Elbasani vendi i dytë 2004-2005, dhe pastaj Ilir Daja doli kampion, një trajner që më ka pëlqyer që atëherë për shkak të metodikës, faktit që punonte shumë, studionte shumë, punonte shumë me lojtarët, autoritar brenda skuadrës, dhe më ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë. Por për hir të vërtetës kam qenë më shumë për Besnik Hasin për trajner të kombëtarës. Po një trajner i ri. Se ndonjëherë të delë djalë më, i doli Fabio Grossos. Djalë, Po. I ri ishte Fabio Grosso, po bëri bingo, tani e kërkon Napoli. Edhe Nesta nuk ka pas eksperienca të mira, po themi, në Itali, ashtu si Duaj apo Pirlo, por kujti me kombëtar mund të jesë se është një moment ky. A mendoj që mund të arrijm Euro 2028-ën? Pastaj është kompeticioni tjetër madhor që vjen. Hiç botërorin që nuk e kapëm dot, po europianin. Tani ne kemi ligën e kombeve ne pa. Është momenti ideal që ne të kalojmë një tranzicion në organik. Pra unë mendoj që ka ardhur koha, emra të rinj thotë. Absolutisht. Ka ardhur koha që 5-6 lojtarë të kombëtarës të hapin krahun. Ju kujtohet kush ishte presioni më i madh publik ndaj Silvinhos? Muçin. A ishte presioni më i madh publik ndaj Silvinhos që nuk guxonte, nuk rrezikonte, nuk aktivizonte lojtarët e ri, nuk i jepte shansin lojtarëve në formë? Apo jemi këtu. Pse duhet shihemi mbas gishtet? A ishte Muçi në formën e tij më të mirë dhe nuk luante? A ishte Anis Mehmeti në formën e tij më të mirë dhe nuk luante? A ishte Shpendi në Itali në kulmin e sezonit në edicionin e kaluar dhe e futi vetëm një ndeshje me Gibraltarin? Drejt. Apo jo? Ky është realiteti. Po është ky trajner? E bën ky trajner këtë gjë? Pra këtë e dyshoj. Java fundit Egnatia, Dinamo City e AFE Elbasani Vllaznia. Situata ka ardhur shumë interesante. Tani, zërat që Dinamo është jashtë objektiva nuk ka pse lodhet fort janë. Si doli Dinamo me 3-0 për Elbasanin në kupë. Në kupë fitoi Dinamo. E vërteta është që në Final Four, me që kam parë deri tani, skuadra e Egnatias ka treguar vërtet një futboll shumë cilësor. Domethënë, tregoi që në një farë mënyre ajo që prodhoi faza e rregullt, sidomos faza e tretë, që për mua pati shumë pak futboll, po pati pak futboll tani, duhet jemi pak. Atë kronikën e kishte qarë kur e kishte bërë. Një kronik. Ashtu ë? E kishte qarë. E kemi parë patjetër. Po bëjmë ndonjëherë një kronik, bëjmë. Pra, e vërteta është që në fazën 3 nuk pati futboll. Ne bim dakord këtu tani të gjithë diskutojmë katërta i bie, se treta ishte faza e fundit e sezonit të rregullt. Nuk pati futboll. Ndërkohë që Final Four, në ato ndeshje që u duhej të luhej, në ato ku duhej të luhej, pam vërtet cilësitë e vërteta të skuadrave. Dhe Egnatia me gjithë ndryshimet të mëdha nga viti në vit, e kanë bërë goxha ndryshime ato, kanë marrë lojtarë, kanë shitur etj. Mua personalisht nuk më ka pëlqyer sepse mendoja që ky cikël i mirë që bën mund të ruaj, mund të bëj një kopje e Skënderbeut të dikurshëm duke ruajtur një bosh të mirë lojtarësh, por fundit është strategji biznesi edhe për sa kohë ka funksionuar edhe si biznes, edhe si sport, është krejt okay me presidentin e Egnatias. Por të kthehemi tek futbolli i luajtur. Egnatia tregoi që në cilësi është pa diskutim një skuadër që mund të bëjë diferencën. Në krahun tjetër, mendoj që është Dinamo është një skuadër shumë interesante, që nuk i mori kurrë vetes atë që donte ose atë që duhet merrte nga ky edicion. Mori shumë pak, pra kupa për të unë mendoj që i rrin ngushtë Dinamos për cilësinë e lojtarëve dhe për strategun që kanë në stol. Ishte projektuar, nuk e di pse bëri ato gafa
në fazën e 3 dhe fazën e 4, në disa oscilacione anormale për mendimin tim, nuk e di nga kush erdhën nga problematikat brenda skuadrës, dëmtimet e lojtarëve, përplasjet që pati përplasje. Po, brenda, po, të cilat mund të kenë reflektuar edhe në gjithë situatën. E mori veten në fund, fitoi kupon që për ta gjithsesi mbetet një lloj shpagimi i sezonit. E tani është skuadra që ka atë shpatën e Demokleut, që mund t'i bëj keq siç i bëri edhe Vllaznisë, nxorri jashtë loje Vllaznin. Dhe mund nxjerrë jashtë loje edhe Ignatin. Se shumë veta thonë në fillim, te ky Final Four po Dinamo çdo. Ja që vjen java e fundit, Dinamo është faktori kush do fitoj. Absolutisht te kampionati. Nxorri jashtë loje. Praktikisht e kanë. Unë mendoj që e kanë nxjerrë jashtë loje Vllaznin, pavarësisht se ka akoma kombinime. Vllaznia ka mundsinë. Po pra, ka kombinime pra. Po kështu si duken gjërat, domethënë duket i kombinim gati i pamundur i Vllaznis. Për të qenë korrekt, edhe kanë bërë tifo në një farë mënyrë në distancë. Për një klub të vogël që ka thyer hegemoninë e skuadrave të mëdha, sepse ne shpeshherë harrojmë që sa e vështirë është. Është histori e bukur. Të shkosh si president atje, të investosh, ta rikthesh gjithçka nga zero, aty ku nuk ka ambient shumë me tifozët, ti detyrohesh që në një farë mënyrë të involvosh brenda atij stadiumi edhe të gjithë rrethinat. Je dini sot ju që shkojnë pafund nga Peqini, nga Lushnja, nga Kavaja. Pse? Sepse është krijuar një ambient i bukur, bra. Ku ti është merita? Është këtij njeriu më, që shkojnë Kavaja dhe i thanë nuk bën për ne. Që shkoi edhe në Lushnjë e ndodhi e njëjta gjë. Shkoi në Rogozhin, gjeti mënyrën për të investuar, shikoni çfarë ambienti ka krijuar aty. Nuk është vetëm ambient sportiv ai. Domethënë përpiqem ta them gjithmonë mes miq këtë. Ai është një ambient socio-sportiv. Është komunitet. Aty është i gjithë komuniteti. Aty është involvuar i gjithë komuniteti. Nuk ka aktivitet tjetër në Rogozhin. Në mënyrë absolute. Pra, kjo e bën pastaj kaq të rëndësishëm, të gjithë atë ambient bukur që është krijuar aty. Dhe të lutem Fernando bluzën për djalin tim se më çmon. Për finale. Ja e përdora studion e çunave për një kërkesë. Bukur. Po, vërtet është një lojtar i talentuar. Ndërkohë që më lini të përmend edhe diçka, se në Elbasan kam kaluar shumë vite si gazetar, 8 vite, edhe më vjen shumë mirë që është rigjallëruar jeta futbollistike aty. Është një qytet që do shumë futbollin. Në kohën e Arben Lazës, të ndjerit Arben Lazë, ku mzhinte gjithë qyteti, nuk e harroj. Atëherë nuk futesh dot në një ambient, se ishin gati të bënin 1000 pyetje. Po kush do luaj? Po vra filani? Po sa premio ka për këtë ndeshje? Etj. Tani kanë bërë një punë fantastike dhe duhet veçoj në mënyrë të veçantë Elton Guranjakun. Më fliste me kaq shumë pasion. Pra bravo. Dhe realisht bravo. Është e vërtet. Toni dhe jo vetëm, gjithë shumë që janë aty, po patjetër. Tonin sepse duke qenë se ishte e ftonin në emision edhe shok mik, domethënë, e shikoja që kishte një pasion të frikshëm për të ringritur skuadrën. Është e vërtet. Edhe ka krijuar një ansambël që për mua bën diferencën vetëm në një element. Çfarë kanë bërë në Elbasan? Janë një grup çunash, janë të gjithë shok të ngushtë me njëri tjetrin. Që nga moshat e deri tek ekipi i parë. Albano Aleksin e nxorën me karton të kuq vari. Kurse ky vari ju këtu do vendosi pak siklet. Ti ta shohim pak varin ton, çfarë do nxjerri. Komentatori më i mirë shqiptar për ty. Unë do them disa emra. Costa Grillo. Ne kam pasur shumë mik të ndjerin Costa Grillo. Shagoxha ka pasur stilin e tij. Vërtet. Shumë stil. Glen Albani, me thënë të drejtën. Glenti mua pëlqen shumë koment. Mbaj mend kur komentonte Europianin. Për hir të vërtetës tipologjia e komentit të Glentit mua më ka pëlqyer gjithmonë. Ka një lloj ritmi të vetin. Absolutisht, dhe shumë i saktë. Glenti jashtëzakonisht i saktë. Yll Aga është pasionant sikur se unë. Sala! Shumë pasionant. Ka qartë koment? Sala! Jo, nuk e qartë. Ylli Aga e ka të përjavshme. Ja, edhe kështu e panë se Alban Xhani që ka profilin e tij. Albani kombëtarës. Unë mendoj që nuk mund ta konsideroj shkollë, po mendoj që kemi pasur një traditë mirë në koment, tani njerëzit kanë tipologjinë e tyre të menduarit. Po patjetër. Pëlqejnë Ervinin, Albanin, etj. Unë përpiqem që edhe kur më shkruajnë pafund në rrjetet sociale kështu, kur do të thënë ndonjëherë vendosin shenja barazie, mos barazie me kolegët, nuk më pëlqen për të vërtetës. Unë jam rritur në vitet 90 pikërisht me këto emra dhe do të doja të identifikoja edhe disa personazhe në radio që kanë qenë shumë interesant. Për shembull Fatmir Fica i Kavajës. Vazhdon akoma me njëri pasion. Shumë interesant. Vazhdon akoma me zakonisht. Mojsi Dalibi ka qenë emblematik në Vlorë. Domethënë Frederik Fico në Gjirokastër,
Personazhe shumë interesant. Stadiumi me atmosferën më të frikshme. Në Shqipëri apo? Në Shqipëri Në dua. Shqipëri. Ani më të frikshme për mirë për keq Po Lusha nuk diskutohet fare. Çfarë di për Lushen? E di kush ma ka thënë këtë? Nuk diskutohet E fare. di kush ka thënë këtë? Jo. Ma ka thënë Shako Hoxha. Për Lushnjën. Por ja që Na erdhi në auditor në universitet, i pyeta kush ka tifozëri më të mirë? Lushnja, tham, çudit, unë isha për Partizani, tha do të thot Partizani, isha ngrefur për Partizanin unë. Lushnja tha, çare. Shiko, çare, është fiks Lushnjana. Unë dhe Ervini, unë kam parë për herë të parë një të me një ndeshje, ka qenë Lushnja Kuksi, era parë që unë shikoja futboll nga afër. Play-offi për të futur, herë parë që fut Kuksi në Superliga të vit. Ka qenë 12.000 vetë në stadium, edhe unë kam thënë kjo këtu është gjë më e bukur në botë. Ky është një stadium Para se shkon në Partizan. i mbushur plotë për plot. Është një ambient në Lushnjë vërtet unik. E vërtet. Nëse ka një keqardhje të madhe, edhe për shkak se ran nga kategoria tani, po nëse ka një keqardhje të madhe, me thënë të drejtën, në këtë moment madhe në aspekti sportiv për mua është që isha i pafuqishëm që me gjithë resurset që ishin aty në Lushnjë të ndikoja që Lushnja të po themi të Po se ti ke qenë diçka Po jo, jam në Këshill Bashkiak aty në Lushnjë me thënë të drejtën, po u tërhoqja shpejt nga ambienti sportiv aty, u tërhoqja. Bëra një hap pas sepse pash që ishte e pamundur. Duhet 3 vite më parë, domethënë. Më vjen jashtëzakonisht keq. Më vjen jashtëzakonisht keq sepse aty në rast se një investitor do të shkojë për të marrë aksion. Ka gjithë mundësitë. Meqense ra fjalën datë 1 është ankandi i ri aty Për Lushnjë. Këshilli Bashkiak ka bërë një manovër tjetër me shpresën se dikush do të afrohet. Më fal, tani që Nga ekipi 100%. Tani që ekipi bie nga kategoria ndryshon vlerën treg? Jo, nuk ndryshon fare vlera. Vlera është për llogaritur, është bërë gjithë për llogaritje. Sa e ka pak a shumë? Vlera pas sete, nuk shiten as setet asnjëherë. Jepet me qira. Stadiumi këtë. Stadiumi dhe fushat servitore. 145 milion lekë të vjetra ishte, të vjetra gjithmonë. Tani ka zbritur në 90 ca për një efekt, sepse nga 100% aksioneve, tani kemi vendosur si Këshilli Bashkiak të kalojmë në tender 70%, në kanë 70% aksioneve, me shpresën që ai që do të vi të thotë që shiko, unë kam një garanci, 30% të buxhetit ma jep bashkia. Kështu që shpresojmë që kjo të jetë një, po themi një karamele afrimi, po themi, e kisha kuptim figurativ për atë që do të dojtë investoj. Po është ambienti më fantastik, sepse fusha ke disa fusha e Plugut është bërë, fusha përpara stadiumit është bërë, janë dhe 2 tjera që janë në proces me federatën që duhet ishin bërë, në fakt nuk janë bërë. Ka pafund tifoz, ka pafund. Është në zemër të Shqipërisë. Stadiumi ka një ambient që mund të rregullohet, bëhet akoma më i mirë. Po ka aty edhe një shkollë afër që unë e kam propozuar, por shkak se është ulur shumë numri i nxënësve, është ngjitur shkolla me stadiumin, kam propozuar që të bëhet ambient multifunksional në shërbim të klubit. Nesër pas nesër. Të ketë aty hotel, të ketë domosdoshmëveshje, pra ai që do të vi ta kërkoj për ta marrë me qira dhe atë. Që është më fantastike se ka kompleks me vetë. Ku është Zamir Mane ku duhet këtë mes? Kompleks me vetë. Pra, pikërisht para. Se ja ku që pasa super klub për ta marrë. Shpresoj shumë që Duka t'ja ketë çuar ndërmend, që ora ke një klub, kështu si po thoni ju me një klub që për tipologji biznesi është ideali. Po pra, këtë që po thoni ju që ka fikse ideal. Jo më është gati ka dashamirësi edhe nga kryetari i bashkisë, edhe nga gjithë Këshilli Bashkiak më. Bujrum, dikush është serioz, të vi. Paraqesi, ndatë 1 është ankantit, dorëzoj letrat për sa kohë ka edhe një javë kohë, 5 ditë, nuk e di sa është, çfarë rëndësie ka, po mund të jetë edhe në një fazë tjetër më, se mund të dështoj pari dhe mund të bëhet i dyti. 95 milion, sa mirë si ka si që. Realisht është një qytet i cili besoj nëse ngjitet do të jetë stadiumi më i mbushur në kampionatin. Se ti ke bërë edhe reportazhe nga afër atje, ke parë gjithë pasionin, dëshirë. Jo, edhe për qefi tim, shkoj. Po pikërisht, po jo ke bërë reportazhe dhe ke parë edhe nga afër emocionin e tyre. Domethënë 2000 njerëz me luftëtarin në kategori, në skuadra po binde nga kategoria më. 2000 njerëz në stadium. E kupton? Çfarë do të thotë? Është e tmerrshme që u ka dhëndis në atë lloj forme dhe më vjen shumë keq që ndodhi. A ke fshar ndonjëherë gjatë komentimit? Ka shkutuar ndonjëherë pa dashje një frazë apo një shprehje dhe nuk e di është kuptuar publiku apo jo? Jo, asnjëherë. Asnjëherë. Jo. Ke qenë afër? Kam pasur momente të sikletshme. Po, për shembull kam pasur një moment jo për sharje, një moment shumë i sikletshëm ka qenë në ndodhi përpara disa kohësh në fakt. Kisha një problem me monitorin, me LED-in e feedit që na vinte nga UEFA. Po. Edhe një herë po, një herë jo vinte pamja. Një herë po, një herë jo dhe kam komentuar me amandja. Jo. Se më duket ka qenë ndeshja e Parisit, mos gaboj. Nuk e di, goditi një nga lojtarët e Parisit, topi shkojnë në shtyll, kishte shkuar në shtyll. Nuk e di se si i thash shpëton për mrekulli porta e skuadrës kundërshtare. Edhe me amendje. Nuk e di fare se ndodh. Imagjino kishte hyrë gole. Ka pasur një episod në 2004 mos gaboj, pak përpara se të luanim në ndeshjen e famshme me Greqinë, komentoja Shqipëri-Gjeorgji. Shqipëri-Gjeorgji ishte ndeshje kombëtare së U21 vjeçarëve, luajnë në Elbasan. Edhe duhet ishim 2 veta në koment. Dikush nga kolegët
komentator kishte harruar që kishte ndeshje për arsye personale. Mos të thuaj që i bone Për arsye personale. qartë. Edhe Nuk ka faj. Të gjithë të kishin harruar. po që në moment fundit më marrin dhe më thonë që urgjencë se jena Radio Tirana në koment. Po thash jam në pjesë 2. Jo, tani. Se kështu është halli. Okej. S'kisha Asgjë gati. Po jo, nuk kisha emër të lojtarë. Nuk kisha formacionet. Ora do luaj për 1 minutë, 2 minutë, nuk zbrisa dot nga lart. Për zbritur poshtë tek tuneli ish Ruzhdi Bizhudës për të marrë formacionet. Si t'ja bënë? Të kombëtarët shqiptare një e paga shumë çuna, me thënë drejtën. E të kanë filluar me ato Gjergjis. Mamardashvili, Koçiashvili. E zhvili mbrapa. Çat binde edhe një zhvili. Ja e thamë Duket ato historitë. E thamë dhe një gjë. Koçiashvili. Të me thënë drejtën nuk isha treguar ndonjëherë, por që Kjo është e pek. kjo është e vërtetë. Po mirë, me improvizime që ke një shfarë, Kjo edhe është jo, nuk po. E të fut me 4 zhvili nga numri panelës. Ç'dreqin është kjo finale Champions League 6. Të lutem shumë, ç'është finale me dritë dielli. Për të shmangur gjithë këto, por në mënyrë të veçantë, edhe për të dhënë mundësi atyre tifozëve që duan të kthehen brenda natës, të udhtojnë në vendet e tyre me avion ose me makina, është zgjedhur që ndeshja të luhet në orën 18. Nuk e di se sa, po themi, atmosferë krijohet në orën 18, se duket pak ka një lloj, po themi, Është orar Champions. nuk është orar Champions. Ka qenë dikur, ë? Futboll me diell nuk është. Por e vërteta është që ora 18 edhe mua më duket sikur stonon pak. Nuk është futboll me Por diell. ora 18 do duket më bukur në komentin e Ervinsinës edhe do ndjekim Si finalen. bën qokat. Nuk e di, mua më kënaqi sot me to që na tregoi. Jo, ishte bisedë Dhe shumë. më pëlqen se është pasionant i mollë. Patjetër. E ka futbollin, nuk e bë futbollin se duhet profesion. E ka se ka pasion. Ata nga Lusja kështu e kanë. E vërteta është që unë isha kaq pasionant edhe për shkak se u gjenda mirë, se është shumë e rëndësishme të gjendesh mirë në ambientin ku elaboron një mendim. Kështu që në këtë rast unë ju falenderoj shumë sepse e gjeta veten mirë mes jush edhe ju përgëzoj sepse është një sfidë në çdo rast futja në treg përmes podcasteve, mbasi, po themi është podcasti është krijuar, është bërë një mod, vjen tani dhe do duhet ti përshtatesh me risi me mënyrë inovatore podcastit. Kështu që ju jeni futur mirë në këtë lloj tregu që është bërë trend mediatik tani dhe ju përgëzoj shumë dhe uroj shumë suksese, aq më tepër që keni një impenjim edhe më të madh tani për shkak se vjen botrori shumë intensiv dhe sikurse e thatë edhe në fillim keni surpriza për gjithë shikuesit. Kemi menduar diçka të bukur. Edhe për njerëzit që ju ndjekin, ju duan se e keni krijuar dhe ju target grupin tani, kështu që ju uroj shumë suksese. Ándale.